Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falë ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, do të flasim për harmoninë. Fjala harmoni, çka ne kuptojmë me këtë fjalë? Me qenë mirë ndër me të vetë, me bashkëpunu dhe me të vetë, në të gjitha nivelet. Tash, nëse analizojmë a kemi harmoni ndër me të vetë a jo, mund ta bëjmë edhe këtë analizë, mirë po unë mendoj që ka me dalë që ma shumë s'kemi. Kur flas për këtë temë, flas në nivel Kosovës, Shqipërisë, Maqedonie, nuk flas vetëm për Shkupin. Të ndershëm vëllezër, çka na ka mësuar feja, edhe çka bëjmë ne, është e kundërta e mësimeve. Ndonjëherë ne mund të gabojmë, edhe akuza e parë është që i shifni muslimanët se çka duke bën. Në momentin që ne e kemi gabuar një herë, dy herë, tre herë, nuk do të më akuzu si musliman, sepse muslimani I mirë nuk e bën atë gabim. Mund me bën një herë, ama jo 10 herë, 100 herë. Për atë çka Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na thot wa'tasimu bihablillahi jami'a, dhe ju kapuni të gjithë fort për litarin e Allahut fuqiplot dhe mos u përçani. Të ndershëm vëllezër, përçarja në të gjitha nivelet dhe të gjitha aspektet nuk sjell hajër, po sjell sherr. Në momentin që jemi të përçar, si ka thonë ai kryetari I një shteti arab, thot nëse nuk I mbroni luanet e juaj, kanë me hangër, më falni, qenë e armikut. Ne të ndershëm vëllezër, ose kudo që janë muslimanat, mundohemi ndonjëherë pa ndonjë argument, pa ndonjë interpretim sakt me domethënës me argumente, me akuzu dika tjetër, qoftë në aspektin fetar, qoftë në aspektin fetar, kombëtar, në aspektin shoqëror, kështu më radhë. Dërsa Allahu subhanahu wa taala thot kapuni për litarin, për Kur'anin dhe Sunetin dhe mos u përçani. Se përçarja lehtë ndodh, pastaj bashkimi është I zorçëm. Të ndershëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min ya'laf. Thot besimtari shoqërohet me tjerët, bashkëpunon me tjerët. Wala khayra fi ma la ya'laf, edhe nuk ka dobi nga ai I cili nuk shoqërohet me tjerët, rri vetmuar, punon I vetmuar, izolohet. Wala yu'laf, as nuk shoqërohet, as nuk lën dika tjetër të shoqërohet me atë. Do të thonë shumë negativ, shumë pesimist. Për shembull, ka mundësi I ka ndodhur diçka dhe thotë unë me njerëz nuk do të kem punë. E ka tradhtu dikush në biznisa, ku e di unë, çfarë problemi ka pas, edhe me njëherë është dorëzu. Unë thotë nuk rri me njerëz. Le nëse nuk rri me njerëz, pas njerëzit nuk I lën t'i afrohen. Pse I ka një farë frike, sepse ai mendon se secili mundet me ja bën të njëjtin gabim që ja ka bën dikush. Të ndershëm vëllezër,
Ka qenë një prej dietarëve me emrin Mujahid. Ai transmeton dhe thot se një ditë prej ditëve Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu e ka pa një njeri dhe i ka thonë e shefat, ai më do mua. Ai njeri ju thot më do mua. Edhe tash ki i ka thonë, mirë be, prej nga e di që ai do ti. Edhe i ka thonë përgjigjen, thot, ai më do mua sepse edhe unë e duat. Dhe Allahu subhanahu wa taala i afron shpirtrat e mirë dhe njerëzit e mirë dhe vetë vetë. Në momentin që ti ke mendim të mirë për dikë, ai sa do të që ka mendim negativ, një ditë ka me përmirësu. Mirë po duhet në sabër me më dhe durim. Të ndërshë vëllezër, harmonia ose jeta me njerëzit, bashkëpunimi me njerëzit, thot Es-Sulemi radiallahu anhu, thelbi i harmonisë dhe i afërsisë ndërmjet njerëzve është urrejtja ndaj dynjas dhe mos interesimi i fort për këtë dynjë. Sepse kjo dynjë, nëse të gjithë ne kapemi veç për këtë dynjë, e harrojmë ahiretin, atëherë ka me ndodhë përçarja ende më e madhe. Njerëzit ende më shumë kanë mu largu nga njeri tjetri. Imam Gazaliu të ndërshëm vëllezër thot, harmonia ose bashkëjetesa ose jetesa me njerëz është fryt nga etika dhe morali i mirë që ka njerëzit. Ndërsa përçarja vjen nga morali i keq, vjen nga zilia, edhe vjen nga kundërshtimi që ne përdit e bëjmë për njerëzit, pa marrë parasysh ata janë hak asu nuk janë hak. E dini sa keqët dikush që është mundu me ka punu e ka shkru edhe ti tash pëse të ka kujtu, e ke i nati, e ke zili, nuk ja do të mirë, dhe kundërshton pas një argument. Vetëm për me nënçmu, ose për me tregu se ti qenë ke maj mirë saj. A në kur e shofim punën e të dive, del aj maj mirë se ti, po ti të ka mundësu me folë, edhe nuk ndalesh vetëm se nënçmon, ose shabë, që nuk në ka hije ase para, ase ditë. Të ndërshëm vëllezër, nëse jemi, ose nëse kemi harmoni ndërmjet veten ne, si njerëz, si besimtar, si shqiptar, si musliman, në këto vende, është harmonia dhe jeta me sjellje të mirë ndërmjet njerëzve, ose ndërmjet neve, është shkak për me fitu dhe mu bë të fortë. Nuk mundemi mu bë të fortë dhe me fitu nëse nuk jemi bashkë. Historikisht, për shembull, Salahuddin Ejubi e ka çliru Kudsin herën e dytë. Herën e parë ka çliru Omeri radiallahu anhu. Pastaj Salahuddin Ejubi e ka çliru, mirë po, para se me çliru e ka bërë një punë më të madhe se sa me çliru Kudsin. Cila ka qenë? I ka bashku muslimanët. I ka bashku, kanë qenë të përçarë shumë. I ka bëu bashkë, në një flamur, edhe atëherë kanë çliru Kudsin. Ju e shifni tash, për shembull, nga zavritë njerëzit masakrohen, muslimanët ende bëjnë mbledhje, veç që ndrojnë hotelet edhe shtetet. Sot në këtë shtet mbledhje, nesër, a nuk janë bashkë? Ashtu duket, nuk janë bashkë. Pse? Interesi kësaj bote i ka përçaj 100%. Po edhe ne këtu, se s'kam dëshirë me i lidh ta punë politikisht, po edhe ne, për shembull, merre Shqipërinë, kujt ju në interesin ke ka, merre Kosovën, hajde këtu te ne. A duket si si jemi bashkë? Jo. A duket si jemi, ama nuk jemi. Por atë shkak për punë mëdhaja, për me realizu punë mëdhaja, duhet me qenë bashkë. E jo në interes i vogël, me në përqa edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin kombëtar, edhe në të gjitha aspektet tjera.
Të ndërshëm vëllezër, sjellja e mirë, harmonia, edhe nëse nuk lidhemi fort për këtë botë, pasha Allah ka me e botë mundshme mu bashku nësi ummet. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u shpërngul prej Mekë në Medinë, i ka bashkuar Ausin dhe Khazrejin, kanë qenë dy grupe, dy familje më herët, zgjeruara, familje me shumë njerëz, njëra familje Aus, tjetra Khazrej, luftë 200 vjeçare ndërmjet vetë. E Muhamedi sallallahu i ka bashku. A mos i ka bashku në emër pareve dhe në emër kujdunit, në emër fesë, në emër vëllazërisë. I ka bashku, i ka bë bashkë. Edhe ato çka kanë bë? Pastaj i ka qujtë ansar, plus pastaj i ka bë vëllezër me muhaxhirët, me këta që kanë ardhur prej Mekës në Medinë. Edhe çka ka ndodhur? Kur gjallë sa ndodhur vetë se e kanë sliru, e kanë erzun perandorit persiane, erzun gjysmën e perandorit romake, sliru në Egjiptin, arritën deri në Indi, deri në Spanjë. Kur gjallë sa ndodhur, gjysmën e dunjës kanë sliru. Pse ma pashku banë? Se kishin harmoni dhe vetë. Ja falëshin njëri tjetrit gabimin, nuk e nënçmoshin njëri tjetrit, nuk e bëshin gibet njëri tjetrit, nuk e kishin zili njëri tjetrit. Kjo është e vërteta, çka bëjmë ne, Allahu na udhëzoftë të çka tjetër. E treta, muslimanët e dini sa kanë nevojë tash për unitet. Në të gjithë botën, në këtë botën. Ama, është e hadithi i Muhamedit që i ka thonë, thot krishterët dhe hebrejt jahudit, s'kan mu vora hatë deri sa ne s'kena me shku pas atyre. Ato në ndron, ato në shtrit, ato flejnë në flejnë, ato zjonë, ato hamë, ato s'hamë. Çka të thonë ato? Unë e kam përmenjë shumë herë, për përmenjë dhe njerë. Me qenë se hinë birën e hardhucës edhe ne, me që të shohri, pse ata ka shumë të shohri dhe që ka ka. Anë rrëdhë. Kështu s'ka unë një unitet. Ate e ka një fan unitetin vetën. Do dore në rëdhanë, që trakë. Pse? I kam formu shtetet e forta. Janë probleme me vetën, s'ka probleme dhe punë e tira. Janë bashkë. Ne muslimanë, veç mundohemi mi nda shtetet. Na duket 1 milion njerëz me një vend shumë, hajtë ta bëjmë 2 shtete. Se 2 princet e se mbirën vetën dhe vetë, kështu më i pari. Që e më në Libri, që 15 vjetë, ose që mos ta tepër që 10 vjetë, hemërën si ka bërë 2 qeveri, 2 shtete, ende se mbirën vetën dhe vetë. Kështu me sundu. Sudanin, 2 pjesë nga nda. I Jemenin, 2 pjesë. E ko uniteti, ko harmonia, vëqë muhabet. Po thamë, ta është nivel musliman. Ama ma shumë, na të angon neve në duhet me posë gajnën tanë. Edhe me bon doa për të gjithë musliman, ku të qanë, Allahu i shala i bashkoftë. Ama gajnën tanë, problemin tanë. O vëllezër, ta shkone e fundit, ose një gjenë 2 familje, jo 2 vëllezër janë, 2 vëllezër, kanë bo familje se një bashkon fort kolko. Zorë një bashkon ata. Zorë, ki problem. Që bane prej tash, bane shifre a mundesh mi bashku 3-4 vëllezër që janë ndavë, se cili punën e vetë me një tharë. Ose cilin drejt, ndavë. Njone ka me thonë, i zantë janë. A jo që i zantë, po do është me dhe në vlanë një ka fort në Terezitin. Mos lasim për malak. Në më duke folë për familje, si familje. Në ka shkatu interesi, në ka shkatu gibeti, i zindia, i nati. Por asë gjanë. A këtë e dimë që rësënon prej Zotit e fundit ato fëmijë, të njësojme që për shemë të zanë, që të vajtë më të Zotit me të ndalë. Po pëse ti kejnë natë në zindia? Jo, në kanë shua e tash. Para se më atë në gjami, të au të regoj që këtë histori që jam çuditur. E dini këtë
portali se veni gjydon që i të pasër. E lexova, që nga një vlla joni punon në spital diku këtu. Të ne tash. Ai se ka tregu ku jam me emrin dhe ka tregu çka ka ndodhur. Edhe dosa me ndodhe, kamerën, që ndoshta dikush e shiqon, dikush e shiqon. Edhe ki thot duke ndejt aty u lodha, u ka ullë dikun me pushu pak, ama çfarë punë ka ki vlla jam? Në morg punon, në kapellë. Në kapellë njerëzit kanë vdekë tash derisa ti varrosë mund më ne 24 orë, 40, Allah ala. I thon, shqip morg. Çka i vjen alo ma shqip? Frigorifer, që i marrë gjenazët e ftofta më spriqen, apo? Tha duke ndejt, tha, më ka ardhur një grue, mu ka ullë afër, tha si një. Edhe tha, a do mi fitu për 2 minuta 100 euro. Tha, u habita unë. Tha, si mi fitu? Tha, këtë peshqirin e kam me ujt të lagur, mere këtë peshqirin, shko njërën gjenazët, cila është, shko dhe fërkoja gjenazën mire dhe këthema. Futen në emonë dhe këthema. A kjo, tash fatkeqësisht veç po e përnë, se a e ka përmenjë, mundi me lezu fitu, nga Republika e Kosovës. Mundet me qenë nga Shkupi, mundet me qenë nga Shqipëria, s'ka lidhje, sa më duke thonë që Kosova, Shqipëria më qenë, njësoj me ina, ose ina të mirë, ose si në të mirë, s'ka lidhje për nga ina. Edhe ki djali tha, pasha Allah, dhe më habit. Edhe ki thonë, unë e të ashes fejnë time, që vetë bukë që e fitoj këtu, të punu me, para me dhe nuk o letë me punu me gjenazën marë, ka o letë, unë, mua, pasha Allah, dalë lipi, një buke së ne bajnë, ose më zëgjuvi 6 mujë. Me po me mështi marë me nërë veta, 6 mujë se më zëgjuvi. Po të regoj drejtë. Edhe ka thonë shkuar, edhe ki thotë, unë të ashes fejnë e kambin e traditën për 100 euro. Edhe ki shkujt ati, ki thonë, herën tjetër, inshallah nuk ndodhë. Ama unë, kësha thonë unë, e kësha fotografuve të si fsheurëzi, a banë. Ku e di ba banë, as banë, a banë? E di që dhe me thonë kjo përsej? Pasaj, që dhe me thonë kjo? Kjo përsej, do me thonë, di vlezër nuk folin dhe me pse, se dikush nuk ka bo magji, sihër. Di familje nuk folin, ku e di une, një djallë dhe një vajs janë konë të martonë me janë da. Qka kanë pas valla se dina, ku gjonë s'kanë pas me janë da. Se ka dhe një gruje që s'ka punë tjera, që nuk e do fejnë, nuk e do zonin, e shkon me pishira të latë, shkona për spitali me posirën dhe më i. Kjo nuk s'jem harmoni. Se ta shpak nervosja. E dini, këto njerëzit që ka lipin. Po s'katën e shëriatë, se do njerëzit shëriatën e do që këtë liqë që e kemi, me shëriatë, për shemë, me shëriatë, që kanë me thonë, o që kanë atë dalashitësët, me shëriatë, kështu ka thonë o mejre radi Allah. Ato që i zenë me argumente të bon sihën, me shpatë kryen ma e. Ta, një plus një me ndi. Që qëka për duhet e? Po i shkatron, jo një familje, një mahallë, një qytetë, një shtetë i shkatron. Po veç këtë për e përmendi. Mos hinqëtën ato, qëka bëjmë ne? E sa njeri në kazino jetë, e sa njeri në komaren, në kamat jetë, në tërmedvejti ne. A i do 1.000 euro, 1.200 të këtën, po, trapë, ven, koha me i këthi, po, dhe si ki, hajde, në të problemi. A harmonin kjo? Jo, vëlloj, vëllëzër, qëka kina mbjellë, kina me kohë. Edhe më një mend, mos u gëzoni pëse kujshi si ka ndodhë dhe qëka. Se vëlloj, sot kujshi nesër të shpia ka marrë, dashtëm apo nuk dashtëm. E keni bata shtetet e mdoja. O, 5.000 kilometre e larkë. Edhe intervenon me një shtetë të ujë, pëse? Thot për me e siguru çështjen kombëtare, 10.000 kilometre e larkë. A në kujshi e kina problemin edhe rahat flejna. Si e siguron të vetën nëse si ki kujshi e mirë? Si e ki siguru vetën
Kur e di që me një klasë nuk kanë rregull, me një klasë shkollë nuk kanë rregull, ato fëmijë nuk kanë rregull. Edhe thirr rrap, gjallë mira. Po nëse ai tjetri keqë dhe jo ti komo po keq. Por asha të ndërshëm vëzë. Bashkëpunimi do të nesh, forca obligim. Harmonia, bashkëjetesa, me afër njëri tjetrit është obligim. Me ndihmu njëri tjetrin në kemi obligim. Për më arrit një nivel tjetës bile të mesë. A në qovë se vazhdojmë duke mos jadash njëri tjetrit mirë, duke gjërëzu njëri tjetrin, duke lësu njëri tjetrin. Wallahi, ka me unë të gjithë njerëzit pa marrë parasysh se ku jetojnë. Tu të ne apo në qoshin e botës. Inshallah Allah në vëzat edhe të gjithë së bashku në xhenet në sënë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.